Përkthimi i librit të shkrimtarit italian të njohur në mbar botën, Umberto Eco, nga kryetari i shoqatës së shkrimeve Shkodër Zea Vukaj, me titull Rrëfimet e një romancieri të ri, u pasua me promovimin e organizimit në bibliotekën e Universitetit Luigi Gurakuqi, ku pati një interesim të veçantë nga të pranishmit. Botuesi i shtëpisë Dituria Petrit Ymeri u shpreh. Ky libër që kemi ne në dorë është bën pjesë në kolanën e botimeve të Universitetit të Harvardit. Universiteti i Harvardit ka një kolanë të veçantë që ja kushton njerëzve më të shuar të letërsisë, të cilët kanë qenë lektorë në këtë universitet për të dhënë disa leksione, dhe këto leksione pastaj Universiteti i Harvardit nëpërmjet shtëpisë të vet botuese, Harvard University Press, i boton edhe për gjitha gjuhët. Ndërkohë përkthyesi Vukaj, duke folur mëngjersisht për këtë libër, theksoi: Është një libër kulturologjik, pra rrëfimet e një romancieri të ri. Ky libër është libër eseistik, është ndërtuar mbi bazën e leksioneve që autori Umberto Eco ka zhvilluar me studentët amerikanë. Dhe ato janë mbledh dhe është formuar një libër shumë interesant, është libri më i fundit i autorit Umberto Eco. Është një libër që ju shërben të gjithë atyre që merren me letërsi, të gjithë atyre që merren me mass media, pra është një libër ku gjen veten çdo individ që merret edhe me median, por edhe që merret me letërsinë, por edhe që merret me shkrimtarinë, por edhe që merret edhe me historinë dhe me shumë disiplina të shkencave humane. Vukaj tha se për veprën e Umberto Ecos është shumë e rëndësishme pasi i qëndron kohës pavarësisht zhvillimeve të pandalshme. Vazhdojnë të rezistojnë, madje një pjesë e shkollës së kritikës letrare shqiptare të letërsisë sonë mbështetet në pikpamjet e tij dhe ky futet në studiosit modern të letërsisë botërore. Pra është në atë plejaden e studiosëve që kanë marrë revolucion në historinë e studimit të letërsisë. Zea Vukaj është ndër përkthyesit më të përkushtuar të 30 viteve të fundit në vendin tonë për përkthimin e veprave nga autorët italian, të cilët kanë bërë emër në botën me krimtarinë e tyre. Rrëfimet e një romancieri të ri është libri i radhës i përkthyer nga italishtja, ndërkohë që të tjerë kanë në projekt.